Qeveria e Albin Kurtit prodhoi zhgënjim të madh qytetar dhe kriza të vazhdueshme. Kjo keqeverisje rezultoi me këtë protestë zgjedhore, sepse mosdoja e rreth 200.000 votuesve tregon zhgënjim të jashtëzakonshëm qytetar. Gara ishte e pabarabartë dhe sikur të mos bënte blerje masive të votës, përmes qindra miliona eurove të shpërndara me premtime për punësim, kërcënime ndaj punonjësve shtetëror, me miliona euro për bileta për diasporën dhe keqpërdorim të resurseve shtetërore, ky njeri do të pësonte fiasko dhe më të thellë politike. Përkundër kësaj gare të pabarabartë, me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve. Është lehtësisht e ditur që me këto kriza të vazhdueshme, ky pushtet i ka lodhur qytetarët dhe kjo mos pjesëmarrje është mesazh politik që duhet të merret seriozisht nga të gjithë ne e posaçërisht nga ky pushtet abuziv. Ne do të presim rezultatin përfundimtar, e presim numërimin e plotë të votave dhe më pas do t'i bëjmë publike qëndrimet tona. Juve si media ju falenderojmë shumë për raportimin korrekt, po ashtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Kosovës, të gjithë ata që morën pjesë në zgjedhje, dua të falenderoj KQZ-n, komisionerët, vëzhguesit, mediat, policinë e Kosovës për angazhimin e tyre në mbarvajtjen e këtij procesi. Tani është thelbësore që çdo vot të numërohet me kujdes, të ruhet me integritet dhe të respektohet vullneti i qytetarëve të Kosovës. Edhe një herë faleminderit shumë. E di ka qenë një ditë e gjatë për secilin prej nesh. Tani është e rëndësishme që procesi të përmbyllet me integritet. Faleminderit shumë. Si që thash, ka qenë zgjedhjet në Kosovë kanë qenë të lira, kanë qenë demokratike, por kanë qenë të pandershme dhe të pabarabarta. Ne kemi pas përballë një parti shtet që ka keqpërdorur ekstremisht të gjitha resurset shtetërore. Dhe përkundër këtij keqpërdorimi dhe abuzimi masiv, PDK jo vetëm që ka ruajtur përfaqësimin e vet, po do të ketë edhe numër më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Për çdo deklaratë më të qartë rreth kësaj çështje do të deklarohemi ose do të presni pas përfundimit të plotë të procesit zgjedhor.